Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar, jemi të buar për të vazhduar me komentimin e haditheve të Imam Nevaviut dhe sot jemi me hadithin me numër 14 ku transmetohet prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk lejohet të derdhet gjaku i muslimanit që dëshmon se s'ka të adhuruar të denj përveç Allahut dhe se unë jam i dërguari i Allahut përpos në 3 raste. I martuari, zinahqar, njeriu vritet për njeriu dhe ai që e braktis fen duke e lënë xhamatin. Hadithin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon se gjaku i muslimanit është i ndaluar. Është i shejt. Dhe pika e gjakut muslimanit në hadithe tjera, një pikë është më e vlefshme te Zoti se sa muret e Çabës. Mirë po tregon rastet specifike që Allahu xhallashanuhu e ka bërë obligim për të ruajtur nevojen e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mos të bëhet shkatrime mbi sipërfaqen e tokës, dhe nëse muslimanët që janë specifikuar në fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i bën këto vepra, atëherë për të ruajtur të mirën e përgjithshme, nëse plotësohen të gjitha kushtet, i lejohet udhëhesit musliman që të merr vendim që ta bën gjakun e tyre halal dhe të ekzekutohen për shkak krimit të mërshëm të cilën e kanë vepruar. Para se me fol për këto lloje të cilat feja islame ka bërë obligimin e vrasjeve të tyre, mendimi i dietarëve të fesë islame prej mëdhëbet Hanefi, Maliki, Shafi'i edhe Hanbali është që nuk lejohet ekzekutimi i dënimeve të ekzekutohet nga persona njëjës, mirë po është e drejtë ekskluzive e prisit muslimanëve, udhëhesit muslimanëve, gjykatësit muslimanëve. Për arsye që në qoftë se do ishte lejuar që muslimani t'i bën këto ekzekutime në mënyrë private, sa njeriu do të kish bërë shkatrimin mbi sipërfaqen e tokës dhe do të kish pretenduar se ka myt këtë apo ka mbyt atë për arsye se ka bërë këtë vepër apo atë vepër. Për atë, kjo është rregull që duhet besu dhe duhet pranu që e drejta ekskluzive për dhënien e urdhit të vrasjes së një njeriu i cili ka bërë krimin është e udhëhesit muslimanëve në atë vend. Në qoftë se i lexojmë lajme të cilat vinë ku njerëz caktuar për shkak krimeve të caktuara të cilat i bëjnë në kohën e sotit në Arabinë Saudite, thotë pas shkrimit të gjatë për arsye që ka bërë këtë, thotë ka pranuar Khadim el Haramain Sharifein, ka pranuar udhëhesi, shërbëtori i 2 haremeve të shenjta, që vendimin të cilën e kanë marrë gjykatat që shkalla pa, shkalla 2, shkalla 3, që filani ibn filani për shkak krimit që e ka bërë dhe janë plotësuar të gjitha kushtet dhe të gjitha dëshmitar dhe të gjitha argument dëshmojnë se ky është vepruesi i asaj vepre kriminale dhe shërbëtori i 2 harem ka pranuar, atëherë bëhet ekzekutimi i personit në fjalë. Sidomos këto ekzekutime të cilat janë duke bërë në kohën e fundit në atë vend, janë kur kanë bënë me krime të llojeve të ndryshme, prej tyre vrasje të pamshirshme. Për arsye se njerë kur e shon rrugën e Zotit, kur nuk e njeh Zotin, është lodër e djallit madhkull dhe bën vepra të ndryshme. Mirë po kemi edhe shumë raste ku shumë njerëz e të cilët e meritojnë ekzekutimin shpirti për shpirt, familjarët ka pas raste në sekondat e fundit para ekzekutimit dhe ndal njerëz dëshmitar, ju ka zbutur zemra, dhe rasti fundi ishte para 3-4 ditëve, kur ndëgjon prindi i djalit i cili ju ka vrarë,
Dhe personi i cili e ka vrarë djalin e tina është jetim dhe djali vetëm i nanës që ka pas gjallë. Do të thotë gjitha ato ofertat të cilat ja kanë ofruar, gjitha ato pare të mëdha të cilat ja kanë ofruar, gjitha ato mundësi dynjas të cilat ja kanë ofruar, thotë kur e pash është djalë i vetëm jetim pranë një nanës, thotë e fala për hir të Zotit xhallashahu. Do thotë kjo është drejt ekskluzive kur familja lëshojnë pe, ekzekutimi nuk ndodh, mirë po ne po flasim për vrasjet të cilat kanë qenë të qëllimshme, me paramendim. Mirë po gjithmonë nuk do të marru se kjo është e drejt ekskluzive e udhëheqjes muslimanëve në shtete muslimane. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur i martuari bën immoralitet. Kemi parasysh dënimin që merret me grozim. Vllazni këtë kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetëm një rast ka qenë një burrë dhe një gru kur e kanë bërë krimin dhe ka shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë lyp me u pastru. Për arsye që njeriu i cili është i martuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjithë martuarit, nëse shetë një gru diçka që të tërhek, thot shko te gruaja jote se e ka atë e cila ajo të ka kërher. Nuk ka mundësi një grua në rrugë, në qytet, në tregje, me pas ndonjë organ për organeve të trupit më të shumë që sa e ka bashortja e secilit njeri i cili është i martuar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë të martuarve, në qoftë se tërhek diçka te një grua, shko te gruaja jote dhe nxerrë atë flaken e efshit e cila ka filluar me vlu në trupin tonë. E pratë, pse me bo i martuar një vepër kur ka mundësi me bërë halal, mirë po ky ekzekutim nuk ekzekutohet përveç se nëse i martuari don me shku me u pastru. Në qoftë se njeriu për të martuar ka bërë gabim dhe ka rënë këtë gjuna të madh dhe dëshiron mu pendu, askush nuk shkon me kërku në shtëpi poshtë e lartë edhe me i morë njerëz në pyetje a keni bërë këtë gjuna, po s'keni bërë atë gjuna. Po flas për përgjegjësi më të madhe. Gjitha ato raste që kanë mund të mendohet gjatë historisë së njerëzimit. I vetmi rast që është Maizi radhiyallahu anhu dhe gruaja e cila ka bërë, do thotë marrëdhënie me të, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gruan e ka kthyr disa herë. E para ka qenë shtatzon. E ka kthyr, ka thonë shko derisa të lindesh. Nuk ka pyet askënd për njerëzimit a ka lindur as ka lindur. E ka lënë të lirë. Nëse pendohet, Allah ja fal gjunat. Ka ardhur me fëmijë. Ka thonë shko, e ka kthyr për herë dytë. Derisa të rritet fëmia të bëhet vetë ushqys. Kur ardh për herë tretë, i ka thonë Khalid ibn Velid radhiyallahu anhu, ka thonë merre dhe krye ekzekutimin e saj, dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u shpendu me pendim sinqert, në qoftë se pendimi i saj ju është shpendar 40 burra prej burrave të Medinës, do t'i kish mjaftuar. Fjala Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vrasësi nën kupton kur ekzekutohet vrasja nëpërmjet hakmarrjes së të Allahu xhaleshanu në librin e tij. O besimtarë saktuar për ju kisasi për vrasje. Surat Bekara 170. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanu në ligjin e barazisë, në ndëshkim ka siguri për jetën tuaj. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hayat, jetë. Për arsye që kur e din kriminalet që në qoftë se e bëjnë këtë krim apo bëjnë atë krim dhe e din përfundimin e krimit për Zotin xhaleshanu ndalohen. Çështë dietarët e fesë islame që thonë më mirë me jetu në udhëheqjen e një udhëheqje të prisht 60 vite se sa një ditë pa udhëhes. Në qoftë se vjen një ligj, pajtohen gjithë udhëheqësit botnor. Edhe thonë popujt e tyre, i keni 24 orë, veproni çfarë t'ja don zemra. Shkat do që veproni nuk keni për të ndëshkuar për veprën krimin që e bëni. Çka të çdo mbi sipërfaqen e tokës. Do ta kishim ngrënë njëri tjetrin. Tregohet një rast, kujtohet një rast ku ishim në shkollë të mesme, në gazetën asaj kohe që është botuar para luftës Kosovë, një nat për netëve një qytet për qyteteve të mëdha botnore është ndalë rryma. Kum harru numrin e mia vjedhëve të sa të kanë ndodhur. Ajo që ka qenë më interesante në atë lajm, pjesëmarrës në vjedhë kanë qenë edhe policët e atij qyteti. Me besimtari dhe besimtarja e kujtojnë se nëse të gjitha energjitë botnore ndërprehen, të gjitha injëzimet, kamerat botnore ndërprehen,
me lajket e se të kemi shoqëruar gjatë ditës së natë, ato nuk ndërprehen dhe veprat e se të regjistojnë për neve të mira për të këqija do dalim dhe do e gjejmë te Allahu xhallahu shano. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: ai që le fenë e tij duke ndarë nga bërësia muslimane. Kemi parasysh dezertorin, duke bazuar në hadithin tjetër ku i dërguari Allah ka thënë ai që ndron fenë vriteni. E transmeton Buhariu me numër 3017. Hafidh ibn Rajepi përmendi ekzekutimin e grupit tjetër njerëzish që nuk janë përmendur në këtë hadith. Ai përmendi ekzekutimin e atyre të cilët bëjnë marrëdhënie me gjininë e njëjtë. Atyre që kryejnë marrëdhënie intime me të afërmit. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një njeri është martuar me gruan e babës së tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e urdhon njërin prej sahabeve dhe i thot shko dhe ekzekutoje. Dietarët e fesë kanë folur shumë komentime rreth asaj ngjarje, dhe një prej komentimeve është që feja islame e ka ndaluar që djali më martu me gruan e babës. Djali më martu me gruan e babës. Ka qenë traditë arab më martu me gruan e babës, dhe ky njeri i cili është martu me gruan e babës kanë dhënë disa komentime, e para kanë thënë vepra kriminale që ka bërë, më martu me njerëken, ka shtyp për me ekzekutu. Mendimi i dytë është që ky njeri ka bërë dy gabime. Gabimi i parë që e ka liu një send që është ndaluar. Dhe nëse ka liu një send që është ndaluar, ka dalë pifes. Dhe ai se del pifes ekzekutohet. E dyta ka bërë një vepër që la nxit për me e mbyt, dhe pejgamberi sa ka urdhëruar dhe është mbytur. Thot pejgamberi do të për raste të tjera që ekzekutohen është ai i cili bën magji. Në vendet islame, ku praktikohet shariati, magjistari për shkak krimeve të cilat bëjnë tek njerëzit, tek familjet, jo vetëm që ekzekutohen, mirë po edhe ju djegët shtëpia. Arsyeja pse djegët shtëpia është se aty është qendra e grumbullimit të këqijave. Unë si hoxh më kanë ardhur disa herë hajmali apo nyje të ndryshme, të cilat i kanë gjetë njerëz në familjet e tyre. Pas konsultimit me dietarëve, dhe kjo është këshill për ju dhe për gjithë ata të cilët gjojnë diçka prej këtyre në shtëpi, që para se ti djegin, ti kënojnë kulu Allahin, felekin, nasin. Pastaj çdo nyje të cilën e zgjidhin, të thojnë bismillah dhe ti kënojnë trijat. Pastaj të nyja tjetër ti kënojnë dhe të fryjnë dhe të zgjidhin. Derisa ti zgjidhin të gjitha nyjet. Pasi ti zgjidhin të gjitha nyjet, të cilat janë të lidhura, qofshin në rrobë, qofshin në pejë, qofshin në përkonop, te i kallin me bismillah. Arsyeja që duhet me zgjidh është që në qoftë se djegët pa u zgjidh, nuk ka mundësi, sipas atyre xhallarët të cilët jam konsultuar gjatë studimeve, është se mbet një pjesë e magjisë të personit që është bërë magjia. Dërsa kur zgjidhen, të thotë në fathat e filokat, ato që fryjnë do thotë në nyje, do thotë ato çdo nyje, do thotë kur fryjnë është me të nga një e gjin që magjia të jetë sa më e fortë. Padyshim që këta njerëz të cilët bëjnë këtë krim mbi sipërfaqen e tokës, ishim me një tubim prej tubimeve të breqeshme gjatë studimeve tona, dhe në atë tubim ishte dhe hoxha i xhamis Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Hudhaifa Ali al-Hudhaifi, dhe një njeri e pyeti tha baba im është magjistar. I tha e mur mikrofonin, pse kishte xhallar të ndryshëm aty, për arsye që pat dëshirë ai më përgjigj, edhe pse shumicën e pyetin i alejshin atij për të përgjigjur. Tha magjistari është një me keq mbi sipërfaqen e tokës. Për shkak krimit më të se të bën, sidomos në shkatërimin e familjeve. Ne prishin burri me gru, baba me djalë, djali me babë, vllau me vllau, motra me vllau, e kështu me radhë. Tha nëse jeni në Arabinë Saudite, tha ke obligim që ta lajmëron këtë në vendin tonë. Dhe është çështje e shtetit se çfarë bëhet me atë person. Pastaj përmend Hafidh Ibn Rajepi edhe shumë njerëz, për ato i cili thotë që pi alkool dhe nuk e lën, ekzekutohet për vjedhjen e cili vazhdon veç të vjet për shkak krimeve të tina të cilat i bën. E shumë tjerë, do thotë edhe një pej gjunave që njëri mund të bën gjatë jetës, dhe sipas mendimit shumë, jo vetëm fesë islam, por mendime të tjera, apo ligjeve të tjera botënore, lejohet njeriu të ekzekutohet është kur bëhet tradhtia e madhe, kur spionon kundër vendit shton të armisht e tu, apo armisht e shtetit ton, i thonë el khiyanatul udhma, tradhtia e madhe. Kur ishim studime, e patëm
boni një punim së bashku me studentë tjerë dhe profesorin dhe shumica e shteteve, të cilët e kanë hekur ekzekutimin, e kanë lënë disa shtete përveç ekzekutimin për ato që e trajton vendin e tina. Përfitimet e nxjerra nga hadithi janë nderi i gjakut të muslimanit duke përjashtuar njërin nga të rastet që përmenden hadith. Bashorti që bën imoralitet vritet duke u gërzuar. Ai që vret me vedije vritet nëse plotëson kushtet e hakmarrjes. Dezertori që largohet nga Islami vritet qof burr apo grua. Elusim Allahun xhaleshanu xhelalu që të na ruaj të gjithëve prej këtyre gjunaheve, që më të vërtet gjunahi më i madh se na ka rrethuar nga të gjitha anët është si për të martuar, si për beqar, është zhveshja e tepruar prej grave, prej vajzave dhe lehtësia e arritjes së këtij gjunahi, do thot edhe ata të cilët janë në Islam e mos flasim për ata të cilët nuk janë praktikues të Islamit. E dyta, që lutim Allahun xhaleshanu që mos bëjmë shkaktar ta mbysim një njeri gjatë jetës tonë, dhe treta lutim Allahun që na forcon zemrat tona dhe mos ta praktisim fenë islame, mi për të jetojmë në Islam dhe të vdesim në Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin.